Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndiqni. Jemi aktivisht përfshi natyrisht me prodhim televiziv duke u ofruar hapësi garuesve të zgjedhjeve të jashtëzakonshme 7 qershorit për legjislaturën e 11-10. Legjislatura ishte më e shkurtër në historinë e parlamentarizmit në Kosovë në kuadrin e një rrethi ciklik të krizave që prej 18 muajsh. Prezantoj para jush kandidatën për deputete, ish deputeten e Kuvendit të Kosovës, Besa Ismaili Ahmeti. Zonja Ahmeti, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën, gjithmonë kënaqësi të jam me ju. Zakonshëm zgjedhjet shndërrohen figurativisht në një lloj tasme. Po në rastin ton, si e përshkruan këtë atmosferë që po vjen nga terreni? Dashma të dhunshme kur nuk janë ashtu argëtuese. Dhe po ashtu edhe këto zgjedhje, por megjithatë, unë dua të besoj që çdo cikël zgjedhor sjell diçka të re, ka një ndryshim dhe ndodh një proces reflektimi, qoftë në vetdijen politike të qytetarëve, por edhe të politikanëve dhe atyre që garojnë dhe që thjesht i kanë si themi zanat punën e zgjedhjeve. Por duhet të kuptojmë që ky cikël zgjedhor nuk ka ndodhur për dëshirën askujt, përveç të atij i cili ka synuar të marrë akoma më shumë, sepse nuk i mjaftojnë asnjëherë numrat dhe ajo është lëvizja vetëvendose dhe lideri Albin Kurti. Por ajo çfarë është e çuditshme dhe mendoj që duhet të vinte si refleksion i këtij procesi zgjedhor është që do më shumë për çfarë? Për të bërë më shumë apo për të vazhduar duke mos bërë asgjë. Dhe këtu është ironia e gjithë historisë. Zonja Ahmeti, ju vini nga terreni ku takoni çdo ditë njerëz. Si do ta përshkruani gjendjen në Kosovë sot, 6 vite në pushtet? 6 vite në pushtet dhe unë kam 7 vite në politikë, dhe thot fare pak, largo pak aty kohën e pandemisë, nuk jo kam shkëqitur terrenit dhe punës me qytetar, dhe ajo çfarë shoh është se çdo ditë ka varfrim, nga viti në vit ka mlefosje të madhe në mesin e popullatës, ka një revolt, ka një pakënaqësi, të është dikush radikalizohet dhe orienton në diçka akoma më të keqe, ndërsa dikush tjetër thjesht e ka një dozë të madhe depresioni, që unë e vrej, një tip depresioni kolektiv, por që me punën time, të them të drejtën, mundohem që të kanalizojmë ato pakënaqësi në një veprim për të ndryshuar këtë gjendje. Gjendja në Tiranë është shumë e rëndë, jashtëzakonisht e rëndë. Ne shohim, sepse na bie të shohim tërë Kosovën, apo shohim fshatra të tërë dhe fare pak njerëz takojnë. Jo pse ata s'duan të na takojnë, po sepse s'janë fare aty. Shtëpi të mëdha, të ngritura, të mbyllura, rini, fare pak, shkolla me pak nxënës nëpër këto qendra, ndërsa në pjesën tjetër e ke një zonë ku zakonisht janë ato zonat e vogla urbane, ku ki rini, pleq, por edhe gra që qëndrojnë tërë ditën, duke mos pasur se çfarë të bëjnë, ku të angazhohen, vende pune, dhe pastaj normalisht që ti e kupton që mbase kjo pas ka qenë pjesë e një agjende politike, që në vend se njerëzit të jenë të angazhuar për të fituar, për të mësuar, për të garuar sot me botën e cila ka një zhvillim maramendës të shpejt, ke njerëz që qëndrojnë dhe që merren me politika ditore, duke shtuar akoma më shumë mjerime që ne kemi në përgjithësi kulturalisht, por edhe si shoqëri. Të mirë, po e paraqet gjendjen. Me këtë përshkrim po vjen nga terreni, me këto ankesa, brenga që kanë njerëzit. E tillë është gjendja thu. E tillë është gjendja. Nuk po e thu pse je në garë politike. Absolutisht, dhe gjatë gjithë kohës, dhe thuaj se ne në garë kemi qenë gjatë tër këto vite, unë ju kom bashkangjitur Partisë Demokratike, nuk kom kur ishte në opozit. Dhe gjatë gjithë kohës sa kemi qenë dhe jemi akoma në opozit, jam munduar që ato që kam parë në terren, si nevoja të qytetarëve, të adresoj tek leadershipi partisë time, në mënyrë që të jem pjesë të programit të Bedri Hamzës. Këtë punë natyrisht e kemi bërë të gjithë ne që jemi në terren, dhe jemi munduar që
kandidati ynë Bedriu të dalë me zgjidhje, sepse unë shoh që qytetarët luftojnë me varfëri, me çmimet e larta, me pasiguri, me mos zhvillim, me gjithçka. Në anën tjetër, ne shohim një kryeministër që lufton me të gjithë ne, edhe me botën jashtë, për çfarë? Për një tro pushtet. Dhe pushtet për çfarë? Sepse unë dua të kuptoj cili është qëllimi i fitimit të pushtetit nëse jo shërbimi ndaj qytetarëve. A çfarë ne kemi parë për këto 6 vite, vetëm shërbim ndaj qytetarëve s'ka qenë, vetëm shërbim ndaj dheut nuk ka qenë shërbim ndaj interesave as strategjike të Kosovës, dhe pastaj natyrshëm lind pyetja kujt i shërbeu, kujt synon të i shërbej. Për çfarë i duhen këtij njeriu gjithë këta numra? Nëse nuk ka një dëshmi për t'na treguar se çfarë ka vepruar, çfarë ka realizuar. Rritan e pam edhe nga diaspora, duke mbajtur fjalime, ndërkohë që unë besoj që në mos asgjë ka mundur një prezentim PowerPoint ta tregoj të thot e bëm këtë, e realizuam këtë, shikoni këtë fotografi si që ishte dikur si u bë tani. Asgjë nga ato. Mos flas për video dhe gjëra të tilla, dhe krejt çfarë bën është përsëri fillon të fyej të tjerët, në veçanti krahun e luftës, e ka një urrëtie të paspjegueshme ndaj historisë, ndaj njerëzve të krahut luftës, ndaj familjeve të tyre, që nuk e di pse është aq i ngarkuar me këtë, dhe shkakton përçarje të tjera. Ndërkohë që qytetarët presin, unë shoh edhe një pjesë të, si them, lutjeve të tyre që thonë, bëhuni bashk, zgjedheni presidentin, vazhdoni, shikoni bota ku po shkon. Shqiptarët nuk është mirë që janë bërë kështu pikë 5, Kosova është e vogël, ne nuk mund të kalojmë kështu në armiqësi, sepse këto armiqësi kanë hyrë edhe brenda familjeve. Një vëlla, një motër nuk flet për arsye krejt politike, të parsyetueshme, unë mendoj, por që ti pastaj thua, po ky njeri, po sikur të vazhdoj t'i ketë të njëjtat numra, a do të vazhdoj prap me këtë gjuhë? Me ata të cilët ti pret të dialogosh, të komunikosh, të arrish një marrëveshje për hir të Kosovës, njeriu nuk flet ashtu. Edhe patriot, edhe hajnë nuk mund t'jesh. Edhe qirimtar, edhe zullumçar nuk mund t'jesh. Kështu ju drejtua zoti Kurti. Fatkeqësisht. Me një fjalim, komandantët luftës, ata që janë këtu, edhe ata që mund të mos jenë këtu. Fatkeqësisht, padrejtisht ndodh një proces të padrejt dhe të motivuar politikisht në Hag. Ju drejtua kështu nga Zyriu. Të lëkund, besa kur ndëgjon si fjalë për UÇK-n, kur e ki parasysh se çfarë është bë për lirinë e këtij vendi. Edhe ta them në nivelin tim personal. Shikorit, nuk them se kam parë tërë botën, por kam parë një pjesë të madhe të botës. Kam udhëtuar, kam studiuar, dhe nëse ka një rrëfim për mua, për shtetin tim, për vendin, për popullin tim, me cilin unë kam qenë krenar dhe kam arritur që ta prezentoj, ka qenë lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës, një popull të vogël, duar tha, që është bërë zollom me vite, me shekuj, dhe që ka arritur të krijoj edhe miq, të vërtetën e vet ta plasoj ndërkombëtarisht dhe kështu të kesh shumë mbështetës. Ne nuk kemi një shtet si Japonia, as nuk kemi shkuar në hën, as nuk kemi satelit, nuk kemi, si të themi, si shoqëri që të krenohemi me ndonjë zhvillim marramendës ekonomik apo teknologjik. Unë kam rrëfimin tim, me cilin jam ballhapur në çfarëdo platforme dhe forumi. Kryesisht kam qenë ato të ndërtimit të paqes dhe dialogut, dhe ky është rrëfimi im. Pastaj mbi këtë rrëfim, unë kam mundur të flas për shumë rrëfime të tjera të vogla, por ky ka qenë themeli. Nëse ma rënojnë këtë themel dhe ma vjedhen këtë rrëfim, përveç unë që nuk do t'jem krenare, unë kam frikë për fëmijët e mi, që nesër karshi fëmijëve që i kemi në rajon, fëqinjive, e që kanë shtetet e cilat në fakt Kosovën e kanë parë gjithmonë si prej për ta goditur, për ta plaçkitur, për t'i marrë territore, për vrarë popullat, atëri bie që gjeneratët e ardhshme do t'jenë më kokulur krahasuar me fëmijët e Malit të Zi, të Serbisë, të Maqedonisë, të Greqisë, të Bullgarisë, e tjera. Dhe kjo më brengos, dhe kjo është për mua,
si BE-s, mendoj që do duhet të ishte angazhimi mbar kombëtar që këtu mos preket. Këtu, ky rrëfim të ruhet si sytë e ballit, sepse çka do që ndërtojmë më pas. Si e përjeton? Rënd e përjetoj, e përjetoj shumë rënd, sepse njerëzit ndonjëherë më thonë, po ç'keti, po s'ke qenë ti në UÇK. Më fal, askund në botë të gjithë nuk shkojnë në luftë. Por ata që shkojnë në luftë, shkojnë për ata të cilët nuk shkojnë në luftë, e ne jemi ata që duhet ta mbrojmë atë rrëfim. Të gjithë kontribojnë, e njohim kontributin e secilit, të gjithë kemi përjetuar, apo jo, kemi qenë pjesë e këtij nënqielli, por ne kemi përgjegjësi, sepse ata njerëz të cilët e bën çfarë bën për Kosovën, nuk e bën për vete. Ata hoqën dorë nga jeta e tyre, nga familja e tyre, nga gjithçka, dhe në fund çfarë? Të qohet dikush atje të bëj stand-up comedy, për të treguar se dikush qenë ka edhe zullumçar edhe çlirimtar. Çlirimtarët kanë luftuar kundër zullumçarëve. Nuk kanë qenë aty dy në një. Dhe nëse dikush i blen këto narrativa, unë mendoj që ka shitur rrëfimin e Kosovës për shumë pak, për dikë që s'ja vlen fare, dhe dikë që një ditë thjesht shumë lehtë janë mbath edhe nga Kosova fare, sepse ka një vend të dytë, të tretë dhe ne nuk e kemi. Ndërsa sa i përket hajnisë dhe patriotizmit, unë pajtohem plotësisht që patriotizmi më i madh i secilit prej nesh është të jesh i ndershëm, të kesh integritet, të bësh punën tënde mirë dhe në vazhdimsi. Nuk pritet punë e madhe prej të gjithëve, por pritën punë të vogla, të mira, të ndershme, dhe unë e besoj që ky është patriotizmi më i madh. Po edhe në këtë pikë, këta nuk dalin të jenë patriot, sepse hajni maramense me përmasat mafis ndërkombëtare ndodh në sektorin e energjisë në Kosovë, dhe më falni, a që nga në ta patriotët, pra. Pastaj na vin neve edhe nga bashkësia ndërkombëtare shpesh vretje, sepse kemi miq, jo sepse na shohin inferior, si që mundohen të plasojnë këta rrëfimet të tilla, që ne kemi kurriz dhe ne kemi identitet. Jo, gjithmonë miku të këshillon. Dhe unë ato raporte me cilat tar jetës time kam punuar dhe jam konsultuar, unë i kam parë si dashamirësi. Dhe nëse këto shtete ndërkombëtare thonë, ju nuk guxoni të jeni të varur nga rajoni për energji, dhe të jesh i varur do thotë të japësh një pjesë shumë të madhe sovranitetit tënd, sidomos në energji, sot sovraniteti më i madh është në energji, në ekonomi, dhe të sheh se pastaj miliona e miliarda jepen pikërisht në rajon me afera të ndërlikuara korruptuese. Pra pyetja shtrohet ku na qenë kanë patriotët. Sepse hajni e madhe edhe patriotizëm ai vetë thotë që nuk ka. Dhe sa kohë që ka hajni të këtyre përmasave, atëherë i bie që patriotizmi në këtë pikë është zero. Besa, çka është në fal UÇK-ja për ju? UÇK-ja është ai që më jep mu emër. Vërtet liria ka emër, emrat e gjithë atyre që kanë qenë pjesë e asaj. Po mua si Besë më jep emër, se më ka dhënë lirinë, më ka dhënë shtetin, identitetin. Unë mund të shkoj kudo në botë, por tash unë kam ambasada kudo. Apo, unë kam përjetuar të studioj jashtë Kosovës në kohën kur nuk është njohur Kosova si shtet, më njëherë pas luftës. Dhe shpesh u them edhe studentëve të mi, atëherë isha në studime në Jordani dhe më duhej si gjithmonë ato procedurat e njohës si diplomave, di si shkojnë, dhe më thonin Kosova, a mund shkosh te ambasada e Bosnës? Jo, unë jam e Bosnës. Po shkoj te Shqipërisë? Po s'jam e Shqipërisë. Ti je shqiptare je, po s'mund shkosh te ambasada e Shqipërisë, dhe mbaj mend aso kohë ka qenë një seli qendrore e Kombeve të Bashkuara, të cilat vetëm patën thënë se këto vula të UNMIK-ut janë të vërteta. Kaq, jo që një përmbajtje në dokumentet. Dhe u tham, ju ta shkoni ku të doni, ju keni emër, ke flamor, ke shtet, ke ambasador, ke ministra, ke kryeministër që të përfason, në rregull jemi. Dhe unë kur kam qenë krenare dhe akoma jam me këto gjëra, të manjallosësh si ten bazën cila mi ka sjell gjitha këto, është të më godasësh aty ku është një vije madhe e kuqe, duhet jetë për secilin, sidomos tek gjeneratat e reja, tek të cilët kanë frikë
se po mbillet një lloj mungese identitare e dashurisë për Kosovën, për vendin, për shtetin, për gjërat që t'i jap institucione, vërtet simbolizma janë, për këto mbjellen dashuri. Di pse po ju për të, sepse ekziston ky debat që po e ushqen me narrativen e tij direkt edhe zoti Kurti dhe eksponentët e partisë ti në të njëjtën kohë kur me 20 korrekt arsyeshëm ka pritje korektive për lirimin ish presidentit Thaçi, ish kryetarit Veseli, zotit Jakub Krasniqi, Recep Selimi. Ka një proces i cilësuar tërësisht politik, i pa bazuar deri tash së pakun e prova materiale. Si është të jesh në pritjen e këtij procesi tepër me peshë, Besa? Për mua është një gjendje ankthi, sepse ti pret dhe normalisht ti kupton disa gjëra, si edhe të drejtësisë ndërkombëtare, apo jo. Por e sheh edhe narrativat të cilat thua, wow, po ky muhabet i kësaj gjykate speciale nuk ka filluar në ditën kur është parashtruar të miratohet në kuvend, apo si ligj. Por gjitha rrëfimet të cilat janë sponsoruar dhe janë shpeshtuar, ti thua ngadalë se drejtësia ndërkombëtare e ka pasur për detyrë që ti të bëj një proces për to, apo jo. Dhe ato rrëfime nuk kanë ardhur nga jashtë, kanë ardhur këtu, nga brenda, të sponsoruar nga ata që më së paku e kanë dashur Kosovën, dhe ti prap thua në rregull, u bë ky proces do të vërtetohet sepse s'ka çfarë. Në anën tjetër e kuptoj nga ajo se si është angazhuar shteti i Kroacisë për luftëtarët e vet, por edhe të tjerët, përfshirë edhe kjo Bosna e vogël çfarë ka bërë, dhe si njerëzit i kanë pritur këto vendime, dhe ti thua, po mirë, ky shteti i Kosovës a nuk bezdiset fare për njerëzit e vet që i ka atje? Për ata që e shpallën pavarësinë, për ata që e bën luftën, edhe nëse nuk e ka shteti im këtë breng, cili shtet do ta ketë. Dhe nëse nuk e ka këtë breng, atëherë brengën e kujt e paska. Për ju, çka përfason sot politikisht zoti Thaçi politikisht? Çka përfason figura, personaliteti i zotit Thaçi? Personaliteti i zotit Thaçi. Nëse edhe nga Haga, po përpiqet të jap mesazhe në intervista ndryshme për një Kosovë që do duhet ta doni më shumë, për një Kosovë që do të ketë raporte me, po. Për mua janë leksione, janë frymëzim, sepse në fakt kështu janë njerëzit e historisë. Nuk kanë qenë kur njerëzit e historisë të festuar në kohën kur kanë jetuar, apo kanë marrë, si të themi, nderimin e merituar, gjithmonë më pas dhe më vonë shumë është kuptuar roli dhe vlera e tyre. Hashim Thaçi për mua paraqet babain e pavarësisë së Kosovës, një arkitekt, nuk them se është i vetmi, por ama mënyra se si ai e ka zgjeruar vizionin dhe perspektivën për Kosovën shtet dhe integruar në struktura euroatlantike, për mua është një vizion, është një mrekulli, dhe gjithë çfarë ka bërë më pas. E lëm anash pjesën e UÇK-s dhe luftës dhe krahët politik të UÇK-s. Mënyra se si ka ndërtuar institucionet, se si ka zhvilluar shtetin, se si nuk ka qenë përçarës të thotë për shembull ne luftuam dhe tash ne e gëzojmë dhe këto janë institucionet tona, do t'i punsojmë vetëm me militantët tonë, do thotë rrëfime të cilat me të vërtet janë shumë të ulta sot kur i shoh, çdo ditë më shumë binden se sa të mëdhenj janë ata njerëz që nuk janë në Kosovë, të cilët gjithmonë qytetari i Kosovës pa ja kërkuar asnjë llogari ku ka qenë në kohën kur o dasht, base të jemi më shumë, jo vetëm 1-3% sa thonë se ju kanë bashkangjitur, nuk ju ka hak marr askujt. Mendoj se këto janë leksione për fëmijët e mi. Unë e uli shpesh djalin tim dhe i tham, shiko, ky një student historie, vjen nga fshati, i varfër, ka bërë këtë, ka biseduar në Rambuje me këta krer shtetesh dhe ka arritur një marrëveshje për Kosovën, e ka udhëhequr luftën, ka hyrë në procese zgjedhore demokratike, të lutem, ka njohur rezultate. E kanë sfiduar të tjerë prap me urtësi dhe me shumë mençuri ka vazhduar tutje. Ju kanë nënshtruar edhe drejtësisë ndërkombëtare, në shej respekti apo jo. Dhe prap aty po e mbrohen të vërtetën time. Dhe unë me gjithë shpirt uroj që të ketë sukses,
sepse unë prap besoj në drejtsinë ndërkombëtare dhe besoj në arsyeshmërinë e njerëzve të cilët e dëgjojnë rrëfimin e Kosovës, një shtet i vogël, i pafuqishëm, pa forca militare, nuk është superfuqi ushtarake që ka bërë një luftë. Sa i duhet Kosovës së sot me politikën një personalitet si zoti Thaçi? Unë mendoj se ne lëngojmë sot shumë për personalitetin e Hashim Thaçit, apo të një politikani të atij profili që të mos ta personalizojmë, sepse Kosova shihet se ka rënë në ndikimin e një politikani që bën politikë për vete dhe jo për qytetarët, që kërkon pushtet për vete dhe jo për qytetarët, dhe që nuk u shërben askujt përpos një egoje që nuk ngopet, është aq i pangopshëm për të marrë numra, për thënë i bëra 1,50, 1%, i bëj 70, i bëj 80, po për çfarë o zotëri i bën 80? A mundën këta njerëz me më thonë qytetarëve 51 të mira, pikti 51% që ishte në pushtet tash sa vite. Nuk munden. Dhe unë mendoj që dallimi mes personaliteteve sikur të Hashim Thaçit dhe të Albinit është, shpesh e citoj, është doktor Fausti, është një, me qenë se unë vi nga sfera e letërsisë, është një protagonist, një karakter që rrëfen shumë, së pako ne që interpretojnë në mënyra të ndryshme, i cili e shet shpirtin për pushtet, për hir të pushtetit. Ai ka një rënje shumë, një përfundim shumë të keq, por megjithatë e shoh që arsyeja pse njëri ka kërkuar pushtet, që është për të plotësuar egot e veta, dhe tjetri që në fakt ka fituar pushtet në saj të punës së vet, apo pushtetin e ka synuar të arrisë vetëm për të bërë punë më shumë, ndaj se dallimet janë shumë të qarta. Dhe jo, si PDK, i duheni thu Kosovës, keni ndërtu stop krizën, fillon ndryshimin, Gjithsesi. ku do të gjeni në terren, për çka po qëndron Besa, ku do që shkon në terren? Për ta ndalur krizën, sepse kemi qenë të gjithë viktimat e një pushteti që prodhon kriza të vazhdueshme, mirë bëhet me kriza, i kontrolloni, menaxhon ato, sepse vetëm me kriza mbahet. Këtu kriza duhet të ndaluar dhe të kalojmë nga politika për një njeri në politika për qytetarët dhe të kthehemi jetës së mbar. Unë jam shumë e brengosur me nivelin e varfërisë në Kosovë, sepse varfëria është një keqe shumë e madhe. Në çdo aspekt, jo vetëm ekonomikisht, sepse kjo i bën njerëzit të humbin, jo vetëm nga krenaria, por le të themi nga boshti identitar i tyre, në kuptimin që bëhen të varur nga pushteti. Kur do pushteti t'ua jap ca të holla për të ushqyer dhe kur s'do, s'ua jap. Kur qytetarit janë të fuqizuar, unë mendoj që edhe mendimet e tyre për politikën dhe vedia politike e tyre është më e pavarur. Dhe Kosova i përkas boshtit ideologjik dhe më flan që pushtetari nuk duhet ta kontrolloj qytetarin. Që qytetari duhet jetë i pavarur ekonomikisht dhe politikisht, por që pushtetari është aty për ta shërbyer. Kaq ka punë pushteti dhe pushtetarët, ndërsa qytetarët të cilët shikojnë duart e politikanëve, nëse do të kenë me çka ta ndajmë Bajramin, apo t'i qojnë fëmijët në shkollë, apo lehona nëse do të ketë para për bebën e vet, kjo është një krizë, cilën ne synojmë me programin e Bedri Hamzës t'i themi stop. Bedri Hamza është njeriu më stabil i skenës politike në Kosovë për sa vite tani. Një njeri që nuk e besoj që edhe armiqtë e tij më të mëdhej kundërshtarët politik nuk mund të thonë se ai ka lëvizur, është luhatur, është i parashikueshëm. Profili i tij është profil i çdo familjari në Kosovë, që rrit student, që mundohet të jetojë ndershëm dhe që mundohet të bëjë diçka të mirë për Kosovën. Është shumë i mirë si teknokrat në fushën e ekonomisë. Dhe unë them se pikrisht aty ne kemi shumë punë për të bërë. Njerëzit ndonjëherë më thonë ka humbur Bedri Hamza 2 herë. Me Albinën më thonë jo mëre Kosova ka humbur 2 herë. Para mendoni ta kishit kryeministër Bedri Hamza në 4 vitet e fundit, ne sot nuk do të flisnim për problemet që i kemi. Sigurisht që jo. Sonja,
Ameti, kudo që shkon në Kosovë, këto ditë e sheh pamjen e përgjithshme, atë pamje të zhvillimin, më them, ekonomik të një Kosove tjetër nga ajo që ishte me 14 shkurt 2021. Te ajo Kosovë ku zoti Kuti thotë se e gjeti në podrum të mushën me gjysmë metri ujat. Ju? A dallon pamja juaj me të zotit Kuti? Varet njerëzit kanë edhe kështu, si themi ne, thjerza të ndryshme, nuk e di me çfarë thjerza shikon. E gjitha Kosovën me në podrum me gjysmë metri ujë. Jo, nuk e ka gjetur. Ai ka pasur mundësi që Kosovës t'ia vë një kulm shumë të mirë. E jo ta demoloj që nga kulmi e tash të mundohet edhe ato themele t'ia shkont. Fatkeqësisht 4 vite njeriu i cili i mungojnë projektet e mëdha, flet këso llafe, por cilat besoj që asnjë qytetar që jeton në Kosovë dhe e din si ishte Kosova nuk i beson. Kosova ka mundur të jetë në NATO, në Bashkimin Evropian, ka mundur të përfitoj nga aq shumë masa të asistencës që shkojnë për rajonin e anashkalojnë Kosovën. Kosova ka mundur të fitoj shumë njohje të reja, të cilat i kanë munguar. Kosova ka mundur të jetë krah për krah me amerikanat, jo vetëm në bordin e paqes, po në çfarëdo betejë dhe çfarëdo platforme tjetër politike dhe diplomatike geopolitike. Kosova sot nuk është as në ato iniciativat më të vogla të Ballkanit Perëndimor. Kosova sot nuk është as me Shqipërinë. Kjo është Kosova e 4-5 viteve. Duhet vetëm pak të mendohemi dhe të kujtohemi dhe mendoj se përgjigje secili gjen aty, sa kohë që nuk është verbëruar thamun me thjerëzën e pushtetit dhe kultit të një njeriu i cili i mbush njerëzit me llafe, e ka një metodologji trushpërlarëse me një makineri tjetër që është aty në rrjetet sociale gjithmonë. Por ama unë besoj të gjithë ata, edhe ata vetë, kur kthehen në shtëpi ato llafe nuk ka mbushin frigoriferin, as shportën e konsumit të përditshëm, as nuk ka rregullojnë jetën dhe në fund ata prap mbeten po në atë mjerim që ndajmë të gjithë e ndajmë atë mjerim. Por dikush e ka vetdijen politike për ta luftuar, për thonë jo, mjaft është mjaft. Unë nuk lejoj që as mundimi i të parëve të mi të shkoj dëm, por as nuk dua që fëmijët e mi të mos rriten të barabartë me fëmijët tjerë të Evropës, apo që fëmijët e mi ta lënë Evropën, ta kenë ëndër se si po ikin prej Evropës. Kjo është gjëja më e tmerrshme, mendoj për ne si popull i vogël e shtet i vogël. Migrimi duket se po gryen për brenda Kosovën. Fatkeqësisht dhe çka tregon ky numër i madh i migrantëve? Njerëzit të Kosovës që braktisin vendin? Njerëzit që nuk kanë gjetur sistemi përgjigje për nevojat e tyre, për ëndrat e tyre, apo ndoshta pandehen se duke e lënë Kosovën do gjenja në Kosovë tjetër diku. Bota është e lirë, në rregull jemi sa i përket lëvizshmërisë së njerëzve. Tash njerëzit kanë arsyera të ndryshme, por ajo çfarë mua më brengos është një fjali e atyre që ikin e lënë Kosovën edhe kur thonë mos u kthejfsha më, apo mos ja njefsha zonin. Do të them kjo? Po, shumë, sepse kjo s'ka qenë. Shikoni, unë kam qenë në shkollë të mesme viteve të 90-ta, kur kemi qenë në shkolla shtëpi, shokët e mi kanë ikur nga armata popullore e Jugosllavisë, kanë ikur nga represioni, edhe shihemi në Kosovën e lirë ka qenë përshëndetja e tyre. A ka qenë, ndërsa sot, jo rallëherë, i dëgjojnë këtë shprehje dhe kjo, unë mendoj, është thika më madhe në shpinën e shtetit të Kosovës, sepse njerëzit, ne kemi student, në rregull jemi, le të studiojnë jashtë, le të vinë, le të kthehen, le të japin Kosovës pak dashni, pak investime, siç bëjnë të tjerët, të gjithë dalin, edhe gjermanët lëvizin nga Gjermania. Çfarë do të bëni ju në kuvend, zonja Ameti? Do t'i jap zë të gjithë atyre që janë ndjerë të pa zë në Kosovë. Do t'a them të vërtetën pa mu trembër syri fare, si çdo herë dhe pa kalkuluar. Do të mundohem që ligjet dhe projekt ligjet që kalojnë aty t'i lexoj me shumë mendje dhe sy kritik,
dhe do të mundohem që çka është më e mira për qytetarët e mi ta veproj, gjithmonë në konsultim me ta. Unë jam njeri i terrenit edhe pa që në politik, kam punuar shumë me komunitete dhe është mahnitse se si njeriu i gjen gjitha përgjigjet për problemet më të mëdha aty në bazë, në terren. Sepse nëse një rrugë ty duket se është vështirë të shkoj këtu, ajo di kur cila është shtegu më i lehtë dhe ta tregon qytetari. Po qytetari vetëm duhet ta ketë veshin. Dhe unë do t'jem aty po ashtu për si një deputete që nuk voton pse i thot dikush të votoj diçka. As nuk zbrapset nga votimi, as nuk rrin, as nuk del, pse një lider i thot dikujt diçka. Ma pakta që mund të premtoj qytetarit është që nuk do t'jem sikur deputetët, të cilët nuk din çfarë votuan, as çfarë votuan kundër, edhe larg asaj të jem një deputete që sjellë dhunë apo gjuhë për qashtë apo fyese në kuvend. S'po flas për gaz socials. Cilat janë pritjet që ke aktualisht? Cili është ai moment që ka bo muni në emocion gjatë takime me njerëz? Në mbështetjen pas që të kanë dhënë. Përkundër krejt kësaj, si themi, pikture kogja të errët të situatës, gjithmonë ka aty një zë i arsyes dhe i shpresës që të jep qytetari. Edhe ndonjëherë më thonë, hajde se na të keqen e Serbisë kemi largu, jo të keqet e keqeverisjeve. Ose më thonë, për shembull, kemi kun edhe më keq, por na pak jemi sprovu, por do t'ja japim bregut dhe gjëra të tilla. Ose ne kemi pasur më pak, por kemi pasur dashuri më shumë për njëri tjetrin, ne duhet të reflektojmë, të mos i shohim këto gjëra. Ky grup po ju inkurajon. Më inkurajon edhe kur thonë bëni aleanca. Ka momente zhgënjimi gjithmonë. Bashkëtan me zhgënimin dhe me inkurajimin. Jena të rënë të nkonë, këto grupe njerëzish, këto takime po ta ushqejnë forcën. Gjithmonë. Mos më nalë me hyrë në kuvend Kosovës. Me hyrë në kuvend, edhe me garu përsëri, sepse mandeti thua, po mirë ky që më voton mua, për çfarë më voton? A ka ndonjë prej këtyre gjërave që janë, unë ju them, parapolitike, ndonjë interesaj? Nuk e ka. Unë shumicën ndërmuese të tyre kur nuk i kam takuar personalisht. Por, do me thonë, ne ndajmë disa vlera, disa botkuptime, ndajmë dashnin që kemi për këtë vend, dhe shpresojmë që këta njerëz të na shumëzohen, të na shtohen. Ka shumë njerëz në Kosovë për cilët nuk e dim se çfarë mendojnë politikisht. Në kuptimin që fare pak dalin për të votuar, apo jo, por në anën tjetër, kjo nuk i bën ata më pak përgjegjës, unë mendoj. Dhe një prej synimeve të mia... Neutraliteti nuk është zgjidhje. Jo, është një farë lloj dorëzimi, dhe është një lloj egoizmi, unë mendoj që ti rrim brenda shtëpisë tënde dhe thu nuk aq më bën mua çfarë ndodh jashtë, por ajo jashtë është vend yt, edhe është shtëpia jote. Edhe këtë lloj vetëdijsimi mundohem ta sjell tek ata të cilët nuk kanë votuar kurrë. Ndonjëherë ju thon votoni çka të doni, këtë doni, por jo duhet të votoni. Duhet të votoni sepse qytetari një ditë e ka pushtetin. Ato janë ditët e diele kur ai voton. Ai atëherë mund t'i qortoj disa, mund t'i ndëshkoj, t'i shpërblej disa të tjerë, dhe pastaj e ka, si themi, kartën në dorë për kërkuar llogari. Por ama ati nëse nuk e ke një vedije politike për asnjë angazhim politik, nuk e sheh për bosh se ti ke marrëdhënie kontraktuale me shtetin tënd, disa politikanëve kjo gjë ju konvenon. Sa më pak të interesohen për politikë, se pastaj ata politikën e bëjnë mishmash sipas dëshirës së tyre. Pamja për Kosovën e sotme, fotografia që prezantove, ka bilans të zymt. Ka. Pamja që prezantove nga takimet që ke me njerëz, ka bilans entuziast, inkurajues, po të shoh të inkurajuar. Ka shpresë, gjithmonë. Po ju shonën në shpresë, në një klim shprese. Absolutisht, sepse edhe ata që ishin në UÇK nuk ishin grupe të mëdha. Ishin grupe të vogla, që kanë qëndruar për të vërtetën. Edhe ata janë bullizuar, janë përfolur, janë sulmuar, apo në aspektin social nga të gjithë, përfshirë edhe nga politika asaj kohe, por ata besuan në kauzën e tyre dhe ja dolën dhe pastaj një të tjerë të festuan bashkë me ta.
Dhe kështu dua ta besoj edhe këtë entuziazëm që janë grupe të vogla, të vetëdijsuara politikisht, të sprovuara shumë rënd, edhe politikisht edhe ekonomikisht, por që nuk dorëzohen dhe i thënë pushtetarë ndal bek se këtu ka hendek, nuk kemi shtet për të luajtur ti me te, por ti je këtu për të shërbyer këtij shteti. Kaq duam për tyre. Ke menduar për mbrëmjen e 7 qershorit? Si është një ditë e zgjedhjeve e votime për ju si garues? Si garuese, të them të drejtën, janë 4 herë në garë. Herën e parë nuk ja kisha haberin, çka i bie dhe rezultati tyre, por të them të drejtën herën e dytë kam qenë shumë e mërzitur me rezultatin tim, por pastaj prap edhe aty e kam gjetur një lexim inkurajues dhe kam thënë, dëgjoj, por unë në politik nuk jam për të bërë deputete. Në politik jam për politikën dhe unë atë mund ta bëj kudo që jam. Qytetari nuk ka menduar se mund ta bëj mirë në kuvend, në rregull jemi e bëjmë në një platformë tjetër. Arsyeja pse përkundër këtyre kam garuar. Jo, sepse kam thënë, shikoni, nëse unë e kërkoj besimin e qytetarëve sepse mendoj që këto punë që unë i bëj, do t'i bëja pak më mirë, pak më ndryshe në kuvend. Dhe këtë e kam për qytetarët. Nëse qytetarët më vlerësojnë, në rregull. Nëse jo, unë prap jam përshli qytetarëve të mi dhe shtetit tim dhe vazhdoj me punët e njëjta. Dhe kam dashur po ashtu shumë grave në politikë t'ju shërbej si frymëzim. Dhe shoh se ja kam arritur në disa pika, dhe njëherë do gra më thonë, s'kam pas me garu, por kur të pash ty thash, hajtë edhe unë edhe qisi heri po garu. Të vetohem. S'kam dashur as vajzave të mia t'u lë për mësim, faktin që garoj, dështoj dhe u zhdukën nga politika, apo se pa më, nuk bërja asgjë. Këto mësime nuk guxojnë të jenë në pjesë e politikës apo qytetarisë së Kosovës. Këto është një si mision angazhimi. Është mision, jeta është garë në vete, në çdo sferë. Gjatë rrugtimit mund të shërbejmë dikuj si frymëzim, por edhe ne mësojmë shumë. Unë i dua tash fushata se mësoj as shumë nga qytetarët. Të kam bërë për vete zgjedhjet, a? Jo, as. Në të kuptim, jo, sigurisht se jo, sepse tash kjo është një temë tjetër, është e vështirë për gratë. Nuk kam dëshirë, unë jam vetë feministe, nuk dua ndonjëherë punët të them do për burra, ma letë për gratë, por me të vërtetë është gare pa barabartë dhe pa barazit ishe më së miri në fushata zgjedhore. Do thotë derisa unë duhet mendoj çfarë më hënë fëmijët në shtëpi, paga pastaj të ndalohet dhe ti me ato pak kursime që ja ndal fëmijëve del në fushat dhe krahasot me të tjerët të cilët dalin kështu si nonshalant, lundrojnë ose dikush u ndihmon me fushatat ose buxhete familjare absolutisht nuk dikush me një vagon xhipave aty. Po e ti duhesh kur ta marrësh ti veturën, pastaj dikush atje duhet shërbehet e ndryshe etj. Nuk është e lehtë, por nuk është e pamundur. Sigurisht e bëj me dashuri, nuk është se gjithmonë jam kështu happy në rrugë. Kolegët më shohin dhe njënë më thonë çka jem rol, që po del kështu, po jam rol si jem rol, do të te kam një arsye. Gjëja që dua them që ka të mira, ka të këqija, vështërësit janë aty, po çdo vështërsi për këtë Kosovë ja vlen. Unë sot kur i mendoj ata që janë në Hag, rriti, unë tham, a din çka, po unë pavarësisht që tërë ditën jam rrugëve, në mbrëmje, unë kthehem te fëmijët e mi. Dhe i shoh, dhe i pyes, dhe i preku, dhe i përqafoj. Këto gjëra atyre ju kam privuar. Për çka? Që unë t'jem e lirë e t'i gëzoj momentin e fëmijët e mi. Atja është dashur tjetë dikush tjetër. Dikush që na i ka bo me na mungu mira njerëz, që na i ka djek shtëpit, kofshet në për shtëpia. Ata të cilët e kanë kthy Kosovën mrapa në çdo aspekt, atje e ka vendin dikush tjetër. Ata që bën gjenocid efektivisht. Definitivisht. Cila është gjëja më e vlerë që çmojnë njerëzit e ju? Personalisht? Po. Çka të thonë njerëzit? Njerëzit. Ka gjëja që çmojnë të ju? Edhe e çmojnë, edhe më kritikojnë, kuptimin që më thonë, je shumë direkte, je shumë e drejtë për drejtë, duhet të jesh më diplomatike. Dhe unë e kam studiu diplomacin dhe politikën, dhe unë besoj që ato janë të drejtë për drejta, në vete, së paku në letër.
Dhe ata më thonë më, ja, se do politika kështu me shpirte, me zemër, e kreç ka ta thot menja, ti me e qitë prej goja. Unë kështu e shijoj dhe e kuptoj politikën, dhe ndonjëherë po këtë kritikë që ma thonë, kthehen më thonë, çmoj pse je direkte. Do më thonë për të njëjtën gjë. Njerëz ta çmojnë virtytin që jam e drejt për drejt. Edhe që nuk je i lëkundshëm. Jo, Që asnjëherë. ki kohezion, ta çmojnë po atë vazhdimsi që ki, që nuk lëkundesh, nuk të ndosh nga situatat e ndryshme. Jo, edhe konsistencën. Konsistencën. Unë mendoj që pavarësisht sa jam e zëshme, sa ndonjëherë edhe di të bëj edhe të bërtas, unë kam folur për kauzat e njëjta. Dhe jam angazhuar për të njëjta gjëra, dhe para politike, dhe në PDK, dhe pas. Njerëzit presin që në momenti kur ti hyn në politik, e shohen thu se është normalizuar çështja e ndrimit të partive politike, do thot nuk i bën synimet aty, hajtë se s'ka problem se shkojti një parti tjetër, por ama kauzat për cilat unë kam hyrë në politik, ato mbeten të njëjta, dhe kjo nuk është çështje partish politike, është çështje e suksesit Kosovës. E vërtet, mbase me PDK-n, në momentin kur ne nuk i kemi liderët, realizimi i këtyre kauzave nuk është krejt kollaj, apo jo? Jo. Nuk është njësoj me zot shpije në kuptimin idealist edhe pa të. Por PDK-ja ka dëshmuar një reziliencë të hatashme. Ka treguar që ka një demokraci të mbrëmshme, që ka njerëz që zavensojnë dikën, s'paku deri në një mas, që vazhdojnë punën, që tregojnë që nuk jemi parti e një njeriu, po jemi parti politike e mirëfillt në shërbim të qytetarëve. Veç të imagjinoni edhe partinë më të madhe që kemi në pushtet pa liderin e tyre. Si do të ishte situacion? Ata vet më thonë se ne jemi gjithçka, edhe jemi kur gjë pa të. Edhe ne e dim këtë gjë, edhe kanë dëshmuar edhe ata deputet që janë në kuvend, fatkeqësisht. Po edhe partitë e tjera, për cilave janë dalë 10 partitë të tjera të vogla. Partia Demokratike, unë them se e shoh liderin apo s'paku hijen e atij leadershipi në secilin antar të Partisë Demokratike të Kosovës. Shpresën aty. Shpresën. Kemi kryetar në degësh që 20 korikun ta kthene në fest kolektive, jo si parti, si kamp, si shtet. Sepse shikoni, adin ka njerëz që unë i takoj akoma, se është parti e madhe, ka ndonjëherë i takoj dikan kryetarin në ndegë që se kam taku kur. Jam bërë 7 vjet s'kam arritur ta takoj. Kur e shoh, ai vetë është i papunë. Ose ka qenë vetë në luftë, ose ka dikan të familjes, edhe unë kur e shoh atë që nuk heq dorë, që vazhdon dhe bën dhe politikisht është aktiv. Mi mban shpresën, po. Të lutem, edhe ka konsistencë të punën e vet, të tillë ka aq shumë edhe gra edhe burra në Partinë Demokratike Kosovës që nuk dorëzohen, por që i mban çaj shembulli i liderit që kemi pa. Më bën borxhlind ndaj tyre. Edhe unë shpesh them kur munden ata të duhej të mundja edhe unë. Të duhej. Se paku me disa matje personale. Unë kam hyrë në Partinë Demokratike e Kosovës si një grua e realizuar në kuptim edhe të karrierës, edhe të shkollimit. I kam mbaruar unë të gjitha. Kishe eksperiencë besa në institucione ndërkombëtare. Të gjitha. Tjera. Dhe kur kam hyrë, edhe shoh njerëzit që akoma bëjnë, tham unë duhet të bëj për ata njerëz. Për ata njerëz të strukturave më të ulta, sepse edhe ata janë qytetarë të Kosovës dhe nëse ata kanë fuqi dhe shpresë, unë duhet jam shembull për ta dhe jo shembull i dorëzimit dhe ose dikujna që është aq label që shetit në për politik koti. Pyetja fundit, çka do doja të shihje në Kosovë, që do të përmbushte? Do doja të shihja Kosovën të integruar ndërkombëtarisht në të gjitha nivelet dhe të sjell pastaj Kosova atë rrëfimin e vet të bukur të dialogut, të tolerancës ndërfetare, ndërkulturore në botë, si një vend që ka çfarë të tregoj, sepse në fundja fare, atë si është kjo punë, siç unë e kuptoj, nuk është gjithmonë edhe vetëm për materialen, sa është për shpirtërorën. Dua ta shoh kosovarët, njerëzit e Kosovës të jetojnë të lumtur, me atë çfarë kanë.
që të mos ketë armiqësi, të kenë një mirëqenie mesatare. Për të gjithë, ai i cili punon le të ketë tash mos të hymë në tema të tjera. Në rregull jemi me atë pjesë, unë e mbështes zhvillimin e sektorit privat, gjitha ato, por do doja që familja e Kosovës të jetë një familje e lumtur. E meriton lumturinë mas gjitha hjekave shekullore dhe e meriton një vend në arenën ndërkombëtare ku dikush thotë është një shtet i vogël, por sa ka njerëz të mirë aty, sa është mirë të shkosh aty, ka një natyrë, ka pasuri, janë të besueshëm si partner. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë mundohem t'ju them, shikoni, nuk është gjeopolitika me shtete të mëdha të fuqishme, por me shtete të besueshme, të parashikueshme, dhe shtete që janë të pabesë, që luajnë, her me një taraf e her me një taraf. Kosova, këto 4-5 vitet e fundit, po ashtu e kemi parë të lëviz në kuptim të lojës ndërkombëtare, dhe kjo nuk është gjë e mirë. Kjo shkon në dëmin e shtetit, qytetarëve e tjera. Pyetja ishte e para. Çka do të doje të shije në Kosovë? Pas shtatëshorit, dhe pyetja radhës është në cilat çështje do të punoje më zell pas shtatëshorit po u bëre deputete? Në të gjitha ato punë që kanë shkuar keq këto vite, në të gjitha ato ligje që nuk janë kryer, nuk janë plotësuar, do të punoja shumë në pajtimin e njerëzve, sepse mendoj që kur ata kanë një pasqyrë nga kuvendi, ku vlerat vlerësohen dhe antivlerat pastaj penalizohen, mendoj që kjo do të jetë një reflektim edhe për shoqërinë e mbarë. Do të punoja shumë në realizimin e programit për qytetarin që ka Bedri Hamza. Do doja që çdo qytetar ta lexonte dhe ta dinte. Dhe do doja t'i siguroj qytetarët po ashtu që nëse edhe Bedri Hamza dikun dështon në atë program, do t'jem atëherë edhe opozite e ti, sepse për te çdo gjë ne jemi aty për Kosovën dhe qytetarët. Do të mundohesha që t'i përafroj njerëzit politikisht të shërbej si them një urlise mes taboreve të ndryshme, dhe po ashtu do të mundohem që me miqt e mi, kudo që i kam, të bashkisë ndërkombëtare, t'ju pastroj paksa atë pikturën që ata kanë filluar ta kenë për Kosovën, si një shtet mos mirënjohës, si një shtet që ka filluar të mbrojë interesa të atyre të cilët bien në kundërshtim me interesat e miqve tonë perëndimor, fatkeqësisht. Ka aq shumë, por do të vëdoja të jem aty edhe këtë gjë, se është për mua kauza kryesore fuqizimi i grave. Unë akoma mendoj që në tërë këtë pejsazh gruaja akoma nuk e ka zërin e vet. Dhe ta fuqizoja zë për te, t'ja jope mikrofonin çdo gruaja në Kosovë, se çdo gru ka çka thot. Krejt, të gjitha gratë, edhe në shatin më të largët, edhe nëse ka nivelin arsimit më të ulët, ajo di çfarë të thot për Kosovën dhe ajo ka një zgjidhje për secilin problem që ja ka shkaktuar ky pushtet. Dhe unë dua që t'ja mësoj këtë. Si do ta bëje për veten një votues për 1 minutë, 2 minuta? Si do ta bëje për veten një votues me 7 qershor? Unë nuk jam aq mirë si duket për votuesin për veten, se më mundoj votat. Neutral, që mund të jetë neutral. Vetëm do t'i thoja, a e doni Kosovën? A e doni Kosovën kur Kosova është e mirë për ju, apo kur ju nuk ndihni mirë në Kosovë? A mendoni që i keni borxh Kosovës? Dhe nëse po, atëherë do të fillojmë t'i njehim gjërat. A ka diçka që ti mendon se mund të bësh për Kosovën? Pa shikuar emra mbi emra, as logo partish, po, për të shikuar kauza. Dhe nëse ata janë në gjendje të mi përmendin disa prej këtyre kauza, atëherë ne dalim me programe me letra e themi urdhra. Kjo është oferta zgjedhore. Jo vetëm me PDK-s, ja ku i ke të gjitha. Kush e mban fjalën, kush çfarë ju ka premtuar, a e ka realizuar, kush mendoni se ka fuqinë dhe kapacitetin për ta realizuar, ju vendosni. Dhe përfundimi del që? Dhe ndonjëherë i lë duke i menduar dhe largohem, njeriu ka nevojë për reflektim dhe disa të tjerë thonë, po për Zotin mirek. Vesa,
Ahmeti, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe ju. Zona Besa Ahmeti, faleminderit shumë. Tash drejtohem edhe në mënyrë formale, faleminderit shumë për kohën në këtë emision në margjina të festës së Kurban Bajramit. E shfrytëzoj rastin që këtë festë të rëndësishme të ju uroj juve dhe të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen të besimit islam. Një pjesë e madhe e intervistës ju dedikua asaj paqeje të nevojshme, atij dialogut të nevojshëm që kanë njerëzit, i atij unitetit shumë të nevojshëm që kanë sot njerëzit në Kosovë, dhe në margjina të kësaj feste po transmetohet ky emision, u transmetua ky emision. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Zonja Ahmeti. Për mundësinë, për urimet dhe kjo festë, ashtu siç e përshkruat, është festë edhe sakrificës. Dhe sakrificë, unë dua që qytetarët e Kosovës t'ja dedikojnë vendit të tyre, sepse mendoj që është po ashtu një prej bazave të fesë në cilën ata besojnë. Prej Kosovës çdo ditë marrim. Është dita kur duhet të japim dhe të mendojmë për ata që kanë më së paku. Ju uroj të gjithëve, sinqerisht uroj që kjo festë të sjell gjithçka çfarë na mungon. Edhe të na plotësoj si njerëz, të dinjitetshëm dhe si qytetar, ashtu siç kemi të gjithë dëshirë të jemi. Unë nuk dyshoj në dëshirën e njerëzve, por dyshoj në metodat dhe animet e tyre, në kuptimin a mund të arrijnë tek dëshira e tyre. Uroj që kjo ditë të jetë ditë reflektimi për një vendimarrje sa më të drejtë dhe më të mirë për ta. Të falenderoj edhe një herë. Edhe një herë gjithmonë kënaqësi bashkëbiseda me ju. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.